Luani. Në vitin 2009, aktoria Sandra Bullock, e shenjës Luanit, ka luajtur në 3 filma. Për interpretimin e saj te filmi Gjithçka rreth Steve, All About Steve, mori çmimin Gold Raspberry Award, që është çmimi për interpretimin më të dobët, kurse në filmin The Blind Side, të njëjtit vit, fitoi çmimin Oscar si aktoria më e mirë. Ka përshtypjen në Luan, bura grua qofsh, se në ditët e vazhdimeve të tij do të përjetosh një situatë të tillë paradoksale. Disa nga përpjekjet e tua do të shpërfillen, e disa të tjera do të vlerësohen jashtëzakonisht shumë. Ka rrezik që edhe të kritikojnë dhe njëkohësisht do të duartrokasin për të njëjtën gjë. Ky është paradoksi. O Luan, bura grua qofsh, merr shembull nga Sandra Bullock, e cila në fjalën e saj që mbajti në ndarjen e çmimeve Oscar, falenderoi për të dyja rastet. Faleminderit për atë që më zhvlerësuat e faleminderit për këtë që më vlerësuat. Njeriu fiton edhe kur dështon, sepse sipas meje, kur dështon, ke mësuar edhe një mënyrë tjetër se si të mos gabosh, se si nuk duhen bërë gjërat.